Tani për punë dhe më thonë që e mba asnjëherë nuk muj me qenë shumë të kënaqur dhe gjithmonë kur kthehemi dhe reflektojmë, muj me ardhë në përfundim se ka mujt me u bë ma shumë, ka mujt me u bë ma mirë, konsideroj që edhe sa i përket aspektit të opozitbërjes, sigurisht që ndoshta ka pas hapësirë dhe ka pas interpretimet e shumta dhe prej juve dhe prej ekspertëve të ndryshëm që nuk është bë opozit atë sa duhet, edhe ka mundësi që nuk e kemi shfrytzu komplet hapësirën sa ka mundësi, po të më thanë në zgjedhje shkojmë me plot elemente, rrethonat ka ndryshu, kemi pasur një vit të blokadës institucionale, kemi një listë të re, kemi një program i cili nuk ka arritur të testohet, dhe më thanë sepse nuk kishim institucione dhe si që thatë ishim partia e tretë, jemi duke rishiku programin, unë konsideroj që qytetarët e Republikës së Kosovës janë ata të cilët më smiri kanë me arrit me gjyku, dhe më thanë, qeverisjen dhe cilësin e jetës të cilën e kanë sot, karshi sfidave duke fillu prej kësaj që ju e nisët, dhe më thanë faturave të larta, inflacionit të jashtëzakonshëm. Këtë vit, nëse gjatë krejt periudhave, gjatë viteve të tjera, qeveria është arsyetu se inflacioni është i importuar, sepse me të vërtetë jemi vend që fatkeqësisht varemi shumë nga importi. Këtë vit e kemi të dokumentuar nga statistikat e agjencisë, sa statistikave të Kosovës, që në fakt ne jemi duke prodhuar inflacion, domethënë dhe kjo është në dhona. Pra që prodhimet vendore janë hyrë treg me çmim nol. Prej janarit deri në fund të tetorit, inflacioni, norma mesatare e inflacionit ka qenë 3.4%, në tetor ka qenë 5.1%, në ndërkohë që edhe pse kemi importu 6 miliard mallra, çmimet e importit mesatarisht janë ra me 0.5%. Domethënë derisa çmimet e importit i ke pas më të lira, kur kanë ardhur mallrat në Kosovë dhe janë shitë dhe këto që prodhohen këtu, dhe kur është mbledh norma inflacionit, norma mesatare e ngritjes së çmimeve, na kemi një inflacion 3.4%. Prodhimit që vinë nga jashtë janë stabilizuar çmimi, kurse tek ne inflacioni është i mbrapa. Çmimet e importit janë me rënje. Mesatarisht i kemi 0.5%. Ne kemi pas 3 mujorin e parë, nëse s'gaboj, domethënë vetëm në 3 mujorin e dytë ka pas inflacion 0.7%, por nëse e marrim mesataren për 9 muajt, atëherë shohim që rënja e çmimeve është minus. Domethënë kemi deflacion sa i përket produkteve të importit në mesatare gjithmonë është fjala dhe këtu janë dhënat e agjencisë së statistikave. Tani qytetarët, domethënë po përballen me krejt këto sfida, mungesa e institucioneve nuk është që nuk ka lënë gjurmë, edhe komuniteti i biznesit, edhe shoqënia dhe gjithë secili sot e ka tepër të vështirë me marrë një shërbim në afate ligjore prej cilit do institucion. Na i kemi dikun rreth 70% të institucioneve që janë me ushtrues detyre dhe ata janë me afat të skaduar, domethënë secili prej tyre ka më shumë se një vjet, më shumë se 6 muaj që është aty si ushtrues detyre. Kemi vakume institucionale na shumë shpejt, domethënë muj me mbet edhe pa kurum në gjykatën kushtetuese, dhe kjo me të vërtetë është e frikshme. Krejt çka po ndodh në krejt këtë situatë, kjo po reflektohet me ikjen masive të rinjve. Sot një prej barrierave kryesore të biznesit pas energjisë elektrike është pikërisht mungesa e fuqisë punëtore, nuk e di se cila prej këtyre domethënë renditet e para në fakt. Dhe na konsiderojmë që qytetarët e vendit kanë ditë shpesh me reflektu, nuk e kanë shumë problem domethënë me ndru votën dhe me ndru kohjen, sepse në fund të fundit është mirëqenia e tyne, edhe po mendoj që është në pyetje shtetësia e Kosovës, mos respektimi i kushtetutës, mos respektimi i ligjeve, trajtimi i institucioneve dhe ligjeve dhe kushtetutës, domethënë rendit komplet juridik si tavolinë suedeze që me respektu vetëm kur ty të përshtatët, ndërkohë që me sulmu qoftë gjyqësorin, qoftë mediat, qoftë shoqërinë civile, sa herë që ty nuk shkon për shtati, domethënë gjanat e tilla, një lloj polarizimi i tillë nuk ka ndodhur asnjëherë, andaj na me të vërtetë jemi duke punu, e keni pa që kemi edhe prurje të reja, freskime në listë, programin jemi duke ripërpunu, të fut disa projekte të reja, të cilat kanë ardhur kryesisht prej prurjeve të reja, sepse kur kemi pa e kemi marrë dhe e kemi analizuar po a është diçka që u implementu gjatë këtij viti edhe ta largojmë prej programit, nuk është largu asgjë. Ekonomisë e Kosovës i mungojnë dikon rreth 2 miliard euro. Kjo ka qenë
do më thonë, mos zbatim e investimeve kapitale në Kosovë, është vetëm investimet kapitale ato të cilat krijojnë efekte multiplikuse dhe këshin mujt me kriju një mirëqenje, në ndërkohë që ka ndodhë qeveria të gjitha ato që i kanë tepru për investimeve kapitale, i ka shëndru në subvencione dhe transfere. Këto janë mjetet që janë dhanë ka 100 euro, 200 euro, të cilat janë shku në markete dhe brenda javës kanë përfundu jashtë Kosovës. Dhe më thonë, efekti multiplikusi tyne ka qenë në fakt barazi me zero. Kështu që ne po konsiderujmë që... Edhe Janinën, çmimet që i përmendi profesoresha, a lidhen edhe me temën tuaj që është energjia elektrike? Pra, për shkak se bëhet fjalë profesoresh për inflacion të mbrëmshëm tashmë, s'është një diçka që qeveria vazhdimisht ka tentuar me thonë që inflacioni është i importuar. Pra, thjesht po na vijnë çmimet e larta për shkak të stabilitetit të vendeve ku ato prodhohen. Po, tashmë nuk është koha me thonë lufta në Ukrainë ka ndodhur, na pikën alo çmimet e larta, se me ekonomia me një farë forme në kohë caktuar arrin një stabilitet të importit edhe të operimit brenda vendit. Çmimet e rrymës elektrike dhe destabiliteti i ekonomisë që na ka ndodhur shoku i energjisë elektrike është definitivisht një ndër faktor që na ka bo se nuk është për shembull veç që rritet rryma elektrike, edhe një biznes, nëse një biznes i caktuar ka probleme edhe mbyllet, atëherë automatikisht reagon, ndikon në çmimet e mia të blerjes që kom pas me ble në biznesin fjalë. Pra është efekt zinxhir. Unë tash qato mallar që kom pas mi ble prej ati biznesi që mbyll, i ble ma shtrajt, i rës rrogat ma shumë edhe kur jem puna e çmimit të produktit tëm, e që ka rrjedh prej mbylljes biznesit tënë, vjen në çmime më të larta për një klient të caktuar. Pra, këtu do të më kuptu që është në fund konsumatori që e merr çdo barë të çfarë do keqpërdorimi, malverzimi ose ndryshimi konkret të çmimeve të energjisë elektrike. Jo, okej. Nëse vjen diçka po duhet të një video në fakt kur zëvendës ministrja e punëve të jashtme, Liza Gashi, ka thënë në këtë studio që qytetarët e Kosovës, pra në dhonat që ata posedojnë, asnjëherë s'kan pas para më shumë se sa tash. Ta ndjekim deklaratën e Lizës. Nga shojnë qytetarët është rritjen e çmimeve. Jo, nuk... Pra, ju mundi mi po çmimet bazë, numrat thonë e përmendin pra vetëm një. Paga mesatare në sektorin privat është 43%. Është më e lartë. Vezë që kanë këto ditë vonë pra ka shku deri 7 euro. Jo, ju përmendni disa si më thonë, disa produkte që po ju përmendon për inflacionin që po doni me shtru, po fakt është që qytetari i Kosovës kur më shumë parë s'ka pas. Sot qytetari i Kosovës ka pare më shumë se që ka pas para 10 viteve. Fakt është që qytetari i Kosovës kur më shumë pare s'ka pas. Sot qytetari i Kosovës ka pare më shumë se që ka pas para 10 viteve. Është shumë fakt. E para, e dyta, jo nalt dishtak. Po ju se po i meni, si më thonë, 2-3 dita në racion, po është e vërtetë. Është e vërtetë që sot... Në fakt, pastaj Ekuran Murati, Ministri i Financave, ka provu edhe me disa shifra me dëshmu këto, pa përmend Lizën që kjo është e vërtetë sipas tyre, pra që qytetarët e Kosovës tash kanë pare shumë. S'pëdia bëhet fjalë për këtë qytetarët apo për disa qytetarë. Që tash varet edhe që sheshe edhe deklaratën e Lizës, do më thanë se në kushtet inflacionit, në kohët inflacionit krejt kanë pare më shumë, sepse pare si bjen blera shumë. Pyetja është, do më thanë edhe çështja është sa është fuqia e blerjes e parës të cilët sot e kene posedim.